Krimi i frikshëm në Itali, kryebashkiaku i Ternit në Itali kërkon dënimin me vdekje për vrasjen e Ilaria Sulës. Krimi i frikshëm në Itali, kryebashkiaku i Ternit në Itali ka kërkuar dënimin me vdekje për vrasjen e Ilaria Sulës. Dënim me vdekje për krimet e feminicidit dhe pedofilis ka kërkuar Stefano Bandecini, kryetar i Ternit dhe sekretar i Alternativ Popular, pas vrasjes së studentes shqiptare Ilaria Sula. Përmes një video të postuar në faqen e tij në Instagram, ai bëri thirrje politikës dhe institucioneve përgjegjëse që të rikthejnë dënimin me vdekje në Itali për këto dy krime. Kemi arritur momentin që çdo ditë vritet një grua. Ai ka vrarë një grua me thik, e mbylli në valixhe, pastaj është penduar dhe ka rrëfyer. Është e papranueshme. I kërkoi politikës shtetit italian që të rikthejnë dënimin me vdekje në Itali për dy krime, feminicidin dhe pedofilin. Më vjen keq, por dënimi me vdekje është e vetmja zgjidhje, thot ndër të tjera në video kryebashkiaku i Ternit. Ndërhyrja e tij vjen pas vrasjes së Ilaria Sulës, studentes 22 vjeçare nga Terni dhe me origjinë shqiptare, e cila u godit me thik për vdekje dhe më pas u mbyll në një valixhe nga ishi dashur i saj, 23 vjeçari Filipinas, Mark Samson.